Me intonimin e himnit, filloi vizita zyrtare e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, në Shkup. Ai u prit nga presidentja Gordana Siljanovska-Davkova. E në konferencën e përbashkët, Siljanovska-Davkova deklaroi se në samitin e ardhshëm të NATO-s në Ankara duhet t'i kushtohet vëmendje e veçantë gjendjes së sigurisë në Ballkanin Perëndimor. Ajo tha se garanca më e madhe për paqen në vend, po edhe në Ballkanin Perëndimor, është integrimi i menjëhershëm dhe i plot në Bashkimin Evropian. Duhet i japim fund arsyeve artificiale dhe atyre me karakter identitar për antarësim në Bashkimin Evropian dhe të fokusohemi te kriteret e Kopenhagës. Investimi dhe garancia më e madhe jo vetëm për sigurinë tonë, por edhe për sigurinë e Evropës në tërësi, është antarësimi ynë dhe antarësimi i Ballkanit Perëndimor në BE. Kurse shefi i NATO-s, Mark Rutte, Maqedoninë e Veriut e vlerësoi si aleat besnik të aleancës, theksoi se duhet të rriten kontributet për mbrojtje, megjithatë përshëndeti faktin se vendi ndon më shumë se 2% nga brutoprodhimi vendor për mbrojtje. Është e qartë se duhet të bashkëpunojmë që ta ruajmë sigurinë tonë të përbashkët. Maqedonia e Veriut ka rol të rëndësishëm në ruajtjen e sigurisë në Ballkanin Perëndimor. Përkushtimi ynë për ruajtjen e sigurisë është e vazhdueshme. Nuk do të lejojmë që të paraqitet vakumi i mbrojtjes në Maqedoninë e Veriut, që për kohë të gjatë i përkrah misionet tona në vende të ndryshme. Pas Siljanovskës, Rutte ka takuar edhe kryeparlamentarin Afrim Gashi. Pas takimit, shefi i NATO-s kishte edhe porosi për deputetët. Sfidë për të gjithë ne është që të kujdesemi për Ballkanin Perëndimor dhe të sigurojmë që paqja prosperon, sepse të gjitha ato që janë në rajon dhe gjithandej duan ta kthejnë kohën pas dhe të qëndrojnë në kohën kur u bë përparimi i madh. Por fuqishëm duhet të mbajmë nevojat nga e kaluara në të kaluarën, sepse retorika pa menduar mund të jetë shumë e rrezikshme. Ky është armiku në ardhje. Nuk mund të lejojmë që të rrezikohet siguria dhe si aleat do të vazhdojmë të punojmë së bashku. Në takimet e zhvilluara me krerët e shtetit, Rutte foli edhe për ndikimin e konfliktit izraelito-iranian, po edhe tha se NATO garanton siguri të plot antarëve dhe aleatëve të saj.